Vetmia shpesh nuk është vetëm mungesë njerëzish, është ndjenjë boshllaku brenda shpirtit tonë. Por Zoti nuk na lë të vetmuar. Në Psalmin 23 Davidi thotë: Zoti është bariu im dhe nuk do të më mungoj asgjë. Edhe kur ndihesh i vetëm, Zoti është pranë teje. Ja disa veprime konkrete që mund të bësh që vetmia të mos e pushtojë shpirtin tënd. E para, fillimi është lutja. Çdo ditë, edhe për pak minuta, fol me Zotin. Mos prit që gjithçka të zgjidhet menjëherë. Thuaj thjesht: O Zot, më ndihmo të mos ndihem i vetëm. Ndihmo të shoh rrugën time. Lutja të lidh me Zotin dhe hap zemrën ndaj dashurisë synore dhe ndaj njerëzve. E dyta, dil dhe shiko njerëzit si dhuratë të Zotit. Vetmia ushqehet kur ti mbyllesh në vetvete. Bëje hapin e parë, eci jashtë, shiko njerëzit, buzëqeshi, përshëndeti njerëzit. Edhe një kafe me një fëmijë mund të jetë një moment i bekuar. Çdo njeri është krijesë e Zotit dhe takimi me njerëzit është mundësi për dashuri dhe shërbim. E treta, fol me një person të besueshëm. Shumë herë ne mbajmë dhimbje për vete, por Zoti na thotë: bëni gjithçka me dashuri. Gjej dikë të besueshëm, një mik shpirtëror, një prift, një anë shpirtëror, një antar të familjes. Thuaj: po ndihem i vetmuar, lutem që të më kuptosh. Duke thënë kështu, ky është hapi i parë drejt shërimit shpirtëror. E katërta, bëj veprime konkrete çdo ditë. Zgjohu në orar të caktuar, ec për disa minuta çdo ditë. Kryej veprime të thjeshta me dashuri të madhe. Kur trupi dhe shpirti i përmbahen një rregulli, vetmia e humbet forcën e saj. E pesta, ndihmo dikë tjetër. Shërbimi ndaj të tjerëve është mënyra më e fuqishme për ta thyer vetmin. Ndihmo dikë, fale, vizito të sëmurët, bëj një gest të vogël dashurie. Kur shërben, ndjen lidhje me Zotin dhe me gjithë njerëzit e tjerë. E gjashta, mos e krahaso veten tënde me të tjerët. Rrjetet sociale, pamjet e jashtme ose gjërat që duken të lumtura nuk janë gjithmonë reale. Shumë njerëz që duket se janë të lumtur janë të vetmuar në heshtje. Zoti i njeh zemrat. Mos e krahaso shpirtin tënd me fasadën e botës. E shtata, kur vetmia është e rëndë. Nëse ndjen boshllak të thellë, humbje shprese, mendime të errëta, mos hezito të kërkosh ndihmë shpirtërore. Kjo nuk është dobësi, është kujdes për dhuratën më të madhe të Zotit, për jetën dhe shpirtin tënd. Ta dish, vetmia nuk mposhtet brenda një nate, por mposhtet një hap në ditë, me lutje, me veprim dhe dashuri për të tjerët. Nuk do të bëhesh direkt hero, por bëhu i pranishëm te njerëzit, bëju hapur ndaj Zotit dhe ndaj njerëzve, sepse Zoti nuk të la kur vetëm, dhe çdo hap që bën drejt dashurisë dhe shërbimit është një hap drejt shërimit të shpirtit tënd, një hap për të mposhtur vetmin. Amin.